Ambasadori i Shtetit të Izraelit në Republikën e Shqipërisë, Galit Peleg, zhvilloi një vizitë zyrtare në Bashkinë e Pogradecit, ku u prit nga kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli. Pas prezantimit nga ana e kryebashkiakut mbi Pogradecin si një qytet me prioritete zhvillimi, kryesisht në fushat turizëm dhe agroturizëm, në fjalën e saj, nënkryetaria e Bashkisë Pogradec, Entela Gusho, u ndal në bashkëpunimet e deritanishme mes ambasadës së Shtetit të Izraelit dhe Bashkisë Pogradec, ku përfshihen pasurimi me një fond librash i bibliotekës Mitrush Kuteli, ndihmë ushqimore të një numri të konsiderueshëm të familjeve në nevojë në fund vit, si dhe organizimi i ekspozitës fotografike me fokus portreti në Jeruzalem. Nga ana e saj, ambasadorja Peleg propozoi bashkëpunime konkrete në projekte për zhvillimin e turizmit, mbështetje për shërbimin social, sigurinë kibernetike dhe energjinë e rinovueshme, duke e veçuar Pogradecin si një destinacion mjaft të rëndësishëm turistik. Ambasadorja e Izraelit në fjalën e saj ofroi bashkëpunim edhe për trajnime në fusha të tjera zhvillimi, të cilat çojnë në krijimin e sipërmarrjeve të suksesshme në fushën e biznesit. Takimi u finalizua me një plan paraprag veprimi, së pari mbi aktivitete të përbashkëta kulturore artistike dhe mbështetje për sektorin e shërbimit social dhe në vijimësi në bazë të projekteve që do të paraqiten nga bashkia mbi fushat e sipërpërmendura.